Shqipëria po hyn në një fazë të fortë të rritjes të turizmit të vitin 2026 sipas Travel and Tour World. Vendi nuk shihet më si një cep i pazbuluar i Europës, por si një destinacion që po shndrohet në një konkurrencë serioz në tregun turistik të mesdheut. Bizneset turistike po zgjerojnë me shpejtësinë të gjithë vendin e Shqipëria po pozicionohet si një destinacion modern, por njëkohësisht autentik. Një nga faktorët kryesor pas rritjes së turizmit të Shqipërisë është Bregdeti i saj. Rivira shqiptare është tashmë një pikë kryesore të rejse për turistët nga gjithë bota. Ujërat e kaltra të kristalta, plazhet e qeta dhe shkëmbinj dramatik e karakterizojnë këtë rajon. Qytetet bregdetare po përjetojnë një rritje të shpejtë të numrit të vizitorëve, ndërsa fshatra të vegjël po shndrohen në destinacione të preferuara pushimi. Udhëtarët e zgjedhin këto zona sepse janë më pak të mbipopulluara se destinacionet e tjera të mesdheut. Turizmi i plazhit po luan një rol qendror në historinë e rritjes së Shqipërisë dhe po ndihmon vendin të ndërtojë një identitet të fortë në tregjet turistike europiane. Ndërkohë Shqipëria po fiton gjithashtu vëmendje për pasurinë e saj kulturore dhe historike. Rrënojat e lashta, kështjella dhe sitet e listuara në UNESCO po tërheqin turistë ndërkombëtar. Qytetet historike pasqyrojnë ndikimet shekullore të Ballkanit nga perandoria osmane tek ajo romake. Muzet dhe qendrat kulturore po presin gjithnjë më shumë vizitorë çdo vit. Turistët nuk po tërhiqen vetëm nga plazhet, por dhe nga interesi për të eksploruar historinë, arkitekturën dhe traditat vendase. Ky balancim po forcon pozicionin e Shqipërisë si një destinacion të plot turistik.